ushtarak të Shteteve të Bashkuara, aeroplanët e forcave tona ajrore e detyruan të ulet në një aeroport shqiptar mbasi shkeli hapësirën ajrore të Republikës Popullore të Shqipërisë. Më 23 dhjetor të vitit 1957, avionët luftarak MiG-15 detyruan të ulej në pistën e Rinasit një avion ushtarak amerikan të modelit Lockheed Martin T-33 Shooting Star. Avioni drejtohej nga majori Howard Curran, një heroj luftës së dytë botërore, i cili në 2 luftime kishte rrëzuar të paktën 4 avion gjerman. Qysh nga përfundimi i luftës së dytë botërore, Shqipëria komuniste nuk kishte pasur asnjë mundësi të ruante kufit e saj ajror, kjo për shkakun se ushtria e saj nuk ishte në dispozicion as edhe një avion të vetëm lufte. Për këtë arsye, hapësira ajrore e Shqipërisë shkelej shpesh. Qoftë nga avion të huaj, qoftë ushtarak, qoftë të transportit civil, drejtuesit e të cilëve ose provokonin, ose kursenin karburantin, që do të duhet të harxojë në rast se do të shmangej hapësira ajrore e Shqipërisë. Hapësira ajrore shqiptare u mbulua me sistem radiolokacioni dhe nisi të patrullohej me avion ushtarak vetëm pas vitit 1955, ku në bazën ushtarake të qytetit Stalin, sot Kuchov, mbërritën avionet e parë MiG të prodhimit sovjetik. Në këtë kohë Shqipëria komuniste ishte bërë pjesë e paktit politiko-ushtarak të Varshavës, që kishte për qëllim mbrojtjen e integritetit toksor, ajror dhe tetar të shteteve pjesëmarrëse komuniste, një pakt që sigurisht ishte nën komandën absolute të Josif Stalinit. Nisur nga kjo kohë, qiejt e Shqipërisë nisën të kishin zot, ndërsa incidentet e para ajrore mbi qiellin shqiptar detyruan vendet e Europës së mëtej që të riorganizonin hartat e tyre të fluturimeve, duke shënuar me ngjyrë të kuqe, do me thënë territori rrezikshëm, edhe hapësirën ajrore të Shqipërisë. Incidenti i parë konsumohet më 23 dhjetor 1957, kur 2 avion luftarak shqiptar MiG-15 detyruan të ulej në pistën e Rinasit, një avion ushtarak amerikan që faktikisht kishte humbur orientimin. Avioni ishte një Lockheed Martin T-33 Shooting Star, drejtohej nga majori Howard Curran, një heroj luftës së dytë botërore, i cili krenohej me rrëzimin e të paktën 4 avionëve luftarak gjerman. Mjeti fluturues ushtarak ishte nisur nga Franca për në Napoli të Italisë, por rrugës ati ishin dëmtuar instrumentet e drejtimit. Kjo, shtuar kohën e keqe, e sjellin në hapësirën ajrore të Shqipërisë. Radiolokacioni e zbulon avionin e huaj sapo futet në hapësirën ajrore shqiptare, ndërsa 2 avion MiG-15 shqiptar patën gjithkohën e dur që ta identifikonin dhe orientonin të ulej në pistën e Rinasit. Propaganda komuniste e kohës e shfrytëzoi ngjarjen në maksimum. Majori amerikan Howard Curran u filmua pranë avionit reaktiv si të ishte një kriminal i kapur në flagrancë. Për shkak të pranisë së pakët diplomatike në Tiranë, tratativat për lirimin e aviatorit u realizuan përmes ambasadës sonë në Beograd. Komunistët shqiptar nuk u futën në aventura kokforcie. Ata besuan versionin amerikan, sipas të cilit majori Howard Curran kishte humbur orientimin dhe vendosën ta kthenin mbrapsht. Majori Curran bërriti në Francë pas 2 javësh, më 9 janar 1958. Kthimi shëndoshe mirë nga prapavijat e perdes së kuqe komuniste, zgjoi shumë interesin e mediave perëndimore. Kameramanët fiksuan momentet prekse të përqafimit të tij me fëmijët. Revista prestigjioze amerikane Times e datës 27 janar 1958 i kushtoi kësaj historie një shkrim me titull "Aviatori i vdekur kthehet i gjallë në shtëpi". Në mënyrë të habitshme, amerikanët nuk ngulën ta merrnin mbrapsht avionin, që sa duket kishte nevojë edhe për riparime. Gjithsesi, e vërteta historike thotë se amerikanët kishin vendosur të mos e prodhonin më tej këtë lloj avioni reaktiv, pasi kishte rezultuar shumë më ulët në parametra se avionët MiG të Bashkimit Sovjetik. Amerikanët në këtë kohë shtuan prodhimin e avionëve të modelit Sabre F-86, që dominuan qiellin kundër MiG-15 sovjetik në luftën koreane, duke fituar edhe statusin MiG Killer. Me një raport superior fitoresh në 2 luftime, avioni ushtarak amerikan Lockheed Martin T-33 Shooting Star, që u detyrua të ulej në aeroportin e Rinasit, sërish për llogaritë të propagandës, u dërgua në Muzeun e Armëve të Luftës së Dytë Botërore, që gjendet në Kalan e Gjirokastrës, ku të gjithë duhet ta shihnin e preknin për të bindur sidomos për epërsinë ushtarake të ushtrisë shqiptare. Ka të ndisur në një grumbull llamarinash, mbetjet e avionit amerikan
u larguan vetëm vitet e fundit. Bashkë me kohën, edhe ato e humbën interesin dhe nuk mundin të zgjonin më atë kuriozitetin e dikurshëm të pompuar nga propaganda.